paharruar qoftë kujtimi i tij. Kam dhe unë shumë episode të bukura për të kujtuar, për të treguar, sepse na patë rënë të dyve shorti dhe nderi të lançoheshim moshë të re në politikën e lartë nga kryetari historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha, dhe të merrnim të dy përgjegjësi të mëdha në qeverisjen 8 vjeçare të Partisë Demokratike. Po evokoj shkurtimisht në këtë mbledhje takimin shumë përzemër dhe të hapur që patëm vetëm pak ditë para aksidentit tragjik. Folëm shtruar për zhvillimet politike. Ndam të njëjtat pikpamje për qeverinë e shumicës sotme që është shndruar në një faktor rreziku për demokracinë dhe ekonominë shqiptare, me paligjshmërinë dhe arbitraritetin e saj, të ngritur në sistem brenda një kohe të shkurtër. Ndam gjithashtu bindjen se përballë këtyre sfidave, grupi ynë parlamentar dhe mbar Partia Demokratike duhet vazhdojmë të qëndrojmë fort me fakte, profesionalizëm dhe argumente, me bashkim dhe kohezion të fortë opozitar, duke bërë nul në këtë mënyrë çdo përpjekje apo projekt të kundërshtarëve tanë në qeveri për të futur përçarje, për të krijuar opozitën e opozitës, me qëllim dobësimin dhe eliminimin e Partisë Demokratike, që është ëndra e tyre e vjetër. Sokoli iku në kulmin e moshës, në aksidentin fatal të smërkurës që na veshin në zi të gjithëve. Nuk mund të lindë amanete, por unë dhe ju e dim mirë se opozita e fortë, ballore dhe e pandashme kundër qeverisë Rama-Meta, ishte gjithashtu kredoja e tij politike. Se kohezioni opozitar në respekt të lirisë demokratike të diskutimeve dhe debateve ishte gjithashtu formula e tij për fillimin e ri dhe ringritjen që synojmë. Duke forcuar dhe modernizuar opozitarizmin, duke forcuar radhët tona, duke i zgjeruar radhët tona me një hapje të re të fuqishme të Partisë Demokratike ndaj brezit të ri dhe njerëzve të lirë të Shqipërisë, ne gjithashtu nderojmë kujtimin dhe veprën demokratike të mikut dhe kolegut ton të paharruar Sokol Oldashi.